A mund të hamë patatet e mbira? Do befashoheni nga e vërteta. Me gjasa të gjithëve ju ka ndodhur. Një grumbull me një thes të tërë me patate dhe mendojmë se t'i ham përpara se të fillojnë të prishen. Brenda pak ditësh ose javësh do të gjeni edhe një pamje jo të këndshme. Patatet kanë mbir. Ato mund të duken vizualisht për shumë njerëz si të përshtatshme për t'u ngrënë. Çështja është, a janë të ngrënshme ose jo patatet e mbira? Përgjigja varet. Kur patatet fillojnë të mbinë, ato zhvillojnë rizoma të pasura me elementë të cilët mund t'japin patateve një shije të pakëndshme dhe të hidhur. Një nga këto alkaloid është solanina, e cila është e ngrënshme dhe gjendet edhe te patlıxhanët, domatet dhe specat, sidomos kur janë të freskët. Megjithatë, sasitë e tepërta të solaninës që përbëhen në rrënjë mund të konsiderohen toksike për trupin. Për këtë arsye është më mirë të mos i konsumoni fare patatet e mbira.